panel të dytë për sot dhe të fundit në fakt. Paneli kësaj radhe do të përqendrohet te dhënia e një ekspertize teknike. Dhe shpesh ata që punojnë me shërbime me konsulenca e dinë që dhënia e ekspertizës paguhet. Ne sot do ta marrim live edhe falas dhe sidomos me një hapësirë për pyetje-përgjigje për ata që kanë domosdoshmërinë e të marrit një informacion më konkret. Megjithatë, të ftuarit për sot që do doja t'i prezantoja janë pikërisht teknicienë të fushës së certifikimit të produkteve halal edhe bio. Kemi zotin Driton Dikena nga drejtori i agjencionit për halal standard nga Maqedonia e Veriut. Faleminderit që jeni me ne. Gjithashtu zotin Klajti Çeka, menaxher cilësie në Bio Inspekta. Kënaqësi t'ju kemi. Zoti Driton, do doja ta nisja me ju këtë bisedë si fillim dhe pyetja ime e përgjithshme, më pas sigurisht që ju keni mundësinë tuaj për ta elaboruar, është një biznes, jo ata që janë me eksperiencë, por një biznes që nuk di asgjë edhe do t'ja nis nga e para. Çfarë duhet bëj për të marrë certifikimin e duhur halal? Ju përshëndes, juve si udhëheqësi i paneli diskutimi, por njëkohësisht përshëndes edhe fajtorin kryesor, në fakt, organizatorin Fabian, që u ka bërë sebet për organizimin e një paneli të tillë, i vetmi thuajse në Ballkan, dhe kjo më detyron moralisht dhe etikisht ta përshëndes shumë si organizim, me qëllim që të vazhdoj të rritet sa më tepër. E diskutuam pak më herët, në fakt më tepër nga aspekti cilësisë, për arsye se standardi halal me të vërtet kohët e fundit ka filluar të bëhet një imperativ, një domosdoshëm, nëse dëshiron të kesh produkte të shëndetshme edhe për vetë trupin tënd. Në fakt, pyetja ka të bëjë një kompani që s'ka eksperiencë. Unë për vete më tepër i kam dëshirë të implementoj halal standardin në kompani të cilët kanë eksperiencë në prodhim, por edhe te kompani të cilët pse jo jemi për krahës të implementimit halal standardit dhe zakonisht kompanitë të cilët implementojnë halal standardin ne i themi familja halalit. I trajtojmë ato si pjesëtar të familjes dhe asnjëherë me një kompani nuk nisim atë bëne këtë ose bëne atë, por në bashkëpunim t'i bëjmë atë se çfarë duhet bëhet. Për arsye se implementimi halal standardi, unë them, zakonisht është mbretnesha apo kurore të gjithë standardeve të cilat i ka menduar truri i njeriu, dhe shpesh më pyesin pse, domethënë nëse hasapi merret vetëm me pastërtinë, ISO merret vetëm me pjesën e menaxhimit edhe sigurisë ushqimore dhe standardet e tjera, halal standardi merret me të gjitha elementet duke filluar nga lënda e parë, nga fusha e deri në produktin final, duke përfshirë këtu edhe përmbajtjen, edhe pastërtinë, edhe menaxhimin. Prandaj implementimi halal standardit kërkon një seriozitet të jashtëzakonshëm, se ka procedura dhe rregulla shumë rigoroze gjatë implementimit të tij, dhe si i tillë, domethënë, kërkon edhe kompanitë ku implementohet halal standardi, të jenë kompani serioze dhe të dëshmuara në treg për seriozitetin dhe esnafllëkun e tyre gjatë tregtimit. Një kompani e re gjithmonë ka duart e hapura, gjithmonë ka mbështetje, mirë po halal standardi nuk ka të bëjë me kompaninë. Nëse një kompani nuk ka filluar linjën e prodhimit apo dhënien e shërbimeve, ne s'kemi çfarë të implementojmë te kompania, kështu që kompania ne të fillojë një herë, ne të fillojë linjën e prodhimit të shërbimeve të veta, edhe pastaj edhe mund të fillojë edhe implementimi i halal standardit. Zoti Çeka, një pyetje për ju, një biznes i ri që sapo fillon padyshim, rëndësia e një biznesi që ka të ngritur punën, po dikush që thotë unë nuk ja nis, po nuk mora këtë certifikim. Çfarë duhet të bëj? Çfarë duhet të mbaj parasysh? Okej.
Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën. Më vjen mirë që jemi në këto kohë edhe kemi arritur në një moment të tillë që edhe në një aktivitet të tillë jemi në gjendje tashmë të flasim për certifikim të produkteve dhe për më tepër për certifikimin halal. Unë jam pjesë e një trupe certifikimi e cila quhet Bioinspekta, veprojmë në Shqipëri që për vitit 2006, mbaj postin e menaxherit të cilësisë. Kemi një mori standardesh, për ndër të tjera kemi edhe certifikimin halal. Kemi kompani të ndryshme në sistemin tonë. Për një pjesë të tyre është një sfidë e madhe të përfshirë në sistemin e certifikimit, për shkak se ka një mungesë njohurie, por gjithsesi procesi po ecën në formë të tillë duke bashkëpunuar me aktorë të ndryshëm në mënyrë që edhe të ndihmojmë biznesin, por gjithashtu mbi gjitha të shtojmë një vlerë produktit për të mbrojtur edhe konsumatorin, i cili është, le të themi, medalja finale e gjithë punës që ne bëjmë. Procesi i certifikimit në vetvete nuk është një proces shumë i komplikuar, është një proces i komplikuar për të filluar, por ama në momentin që fillon edhe zbatohet sipas rregullave të standardit apo të rregullore specifike, normalisht sfida më e madhe është mirëmbajtja, por në momentin që ke personat kompetent në njësi, nuk është mos fiduese, le të themi, për të ardhmen, por përkundrazi kthehet në një benefit të madh për ecurinë e mëtejshme të kompanisë. Procesi i certifikimit me pak fjalë është i thjeshtë, po themi, në momentin që ti ke një farë informacioni bazik për kërkesat e standardit dhe më pas me ndihmën e trupës së certifikimit, por gjithashtu edhe të konsulentëve, të cilët janë përgjithsisht të pavarur, jemi në gjendje që të ngrejmë një sistem dhe më pas ta mirëmbajmë me kalimin e kohës. Qartë. Zot Dikena, cila është sfida kryesore që ka biznes, pavarësisht i madh apo i vogël, i ri apo i vjetër, kur vjen fjala për të përmbushur standardet e certifikimit? Ku çalojnë më së shumti? Fillimisht përpara se të flasim për sfidat gjatë implementimit, unë do të kisha pas qef të flas se pse flasim për halalin në këtë kohë. Për arsye se, domethënë, fuqja e shumë aditive, emulgatorëve, substancave të fshehta të padeklaruara për produkte e kanë kontaminuar thuajse komplet industrinë ushqimore. Kjo i detyron muslimanët të kërkojnë logon e halalit, që paraqet një logo të besueshmërisë së prodhuesit ndaj klientit. Sfidat nuk ka sfidat jashtëzakonshme, domethënë diçka, nuk ka një kompani e cila ka shprehë vullnetin e saj të thellë për të implementuar halal standardin, edhe të mos tejkalohet çfarëdo qoftë sfide e cila paraqitet gjatë implementimit. Realisht sfida më e madhe është te kompanitë të cilat me dekada kanë prodhuar produktet e tyre, kanë krijuar brandin e tyre, kanë krijuar sistemat personalitetin e tyre dhe ti tani kërkon tani halal standardin, ndërkohë që detyrohet të ndryshojë disa aditiv dhe emulgatorë të cilët janë haram sipas halal standardit. Me ndryshimin e emulgatorëve ose me ndryshimin e aditive o substancave e repromaterialeve të para, ati ti do i ndryshohet për shembull edhe ngjyra domethënë momentalisht një kompani e cila merret me prodhimin e çamçakëzave dhe sheqerkave për fëmijë, e kemi ndërprer procedurën e implementimit për arsye se ajo nuk mund të gjejë një ngjyrë tjetër të kuqe që shfryzohet në çamçakëzat edhe çokoladat me ngjyrë të kuqe, përveç emulgatorit E120, i cili bazën e prodhimit e ka prej insekteve. Me ndryshimin e kësaj ngjyre të kuqe, asaj ndryshohet për shembull edhe ngjyra e çamçakëzit edhe ngjyra e sheqerkës. Dhe derisa ajo tani në treg të gjej, në tregun global në fakt, të gjej një ngjyrë të kuqe që do ta zëvendësonte E120 me ngjyrë të kuqe, deri atëherë domethënë atë kompani është ndërprer procesi implementimit të halal standard dhe po kjo është një sfidë, domethënë është një sfidë tek kompanitë të cilat kanë krijuar brendet e tyre. Mirë po tek kompanitë e reja, domethënë ato që prej në start nisin me halal standardi, domethënë atyre pi në fillim u tregohet se me cilat emulgatorë dhe me cilat aditiv do të mund të bashkëpunojnë. Dhe diçka tjetër, zoti Dikena,
Në momentin që merret certifikimi dhe është ndërkombëtar për bizneset, pra ata mund të eksportojnë kudo më pas ndërkombëtarisht. Tamam, të bëj edhe një prezantim, domethënë të unë udhëheq agjencinë për halal standard, e cila funksionon në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E themeluar është në vitin 2013 nga bashkësia, në fakt nga komuniteti musliman i Maqedonisë. Ne si agjencion, hapi i parë si agjencion ka qenë regjistrimi i agjencionit që paraqet një sfidë shumë të madhe në sistemin juridik të Maqedonisë, që besoj që nëse merret ajo iniciativë edhe në Shqipëri, do të jetë poshtë një sfidë e madhe për arsye se nuk ka praktika juridike, domethënë është i pari i llojit të vet. Mirë, po pavarësisht ne i te kaluam ato kriza, ne sot për shembull si agjencion jemi domethënë antar të dhomës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, jemi antar në Institutin për Standardizim, ka nis procesi për domethënë halal standardin ta bëjmë një halal standard nacional me siglën e kombëtare. Jemi antar të World Halal Council, World Food Halal Council, jemi të akredituar nga HAK, jemi antar të SMIC, domethënë jemi një agjencion i cili dëshiron që të merret me implementimin dhe certifikimin e produkteve ushqimore, duhet patjetër të jetë pjesë e këtyre strukturave ndërkombëtare, për arsye se një ndër standardet të cilët më tepër manipulohet nga ana e prodhuesve është shfrytëzimi i logove të falsifikuara. Në fakt, me pjesëmarrje në këto organizma bëhet një halal standard i unifikuar dhe logoja e agjencisë sonë të halalit është e pranueshme thuajse në të gjithë shtetet e botës, për arsye se kemi poshtë edhe memorandume bashkëpunimi me shtetet e Afrikës, me Katarin, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara, Arabin, shtetet e Evropës. Në momentin kur logoja jote nuk është e regjistruara në këto organe ndërkombëtare, atëherë domethënë si them kontrollorët e halal standardit në shtete, sidomos muslimane, ekziston rreziku që t'i kthejnë produktet kompanisë, në fakt t'ia kthejnë produktet edhe t'i kërkojnë kompanisë të gjejnë një institucion të besueshëm i cili do të merret me certifikimin e produkteve të tilla. Prandaj secili organizatë e cila merret me certifikim dhe implementim të halal standardit duhet patjetër të jetë pjesë e këtyre. Po ashtu edhe ne gjatë implementimit të halal standardit, nëse në një fabrikë prodhuese na vjen një produkt nga një logo e cila nuk është pjesë e këtyre standardeve, ato repromateriale apo ato prodhime ne nuk ja marrim si të besueshme kompanisë dhe ja kthejmë, edhe kjo ndodh, domethënë, kjo ndodh shpesh. Kjo është një sfidë shumë e madhe që ne hasim gjatë implementimit dhe certifikimit, për arsye se lufta shpesh bëhet më ashpër lufta për të luftuar falsifikatorët se sa për ta implementuar halal standardin në kompani. Zoti Çeka, pas të kaloj të pyetja për ju, diçka keni për ndërkombëtarizimin? Pra, sa gjërësisht njihet një produkt halal që prodhohet në Shqipëri? Faktikisht, kompania jonë operon në bashkëpunim me Lidhjen e Hoxhallarëve, të cilët kanë hartuar një standard, gjithashtu edhe një logo, e cila njihet brenda vendit tonë. Domethënë çdo subjekt i cili certifikohet nga kompania jonë ka të drejtën e përdorimit të kësaj logo, ndërkohë që në momentin që një subjekt apo operator synon të eksportojë këtë produkt, varet shumë edhe nga politikat e vendit ku ky produkt do të eksportohet. Pra në rast se vendi blerës i produktit pranon dhe njeh politikat e dy organizatave të cilat ofrojnë certifikimin halal, normalisht ky produkt operon edhe eksportohet pa probleme. Pastaj varësisht kërkesave specifike që mund të kenë vendet të ndryshme, mund të hartohen, nuk e di, politika apo procedura të cilat duhet ndiqen para se produkti të kalojë, le të themi, kufijtë e vendit tonë. Një pyetje disi teknike, po që është brenda fushës, një produkt final ushqimor i cili kërkon të marrë logon dhe certifikimin halal, mirë po le të themi burimin, për shembull kafsha e cila është lënda e parë, mund të ushqehet edhe me produkte bio, por edhe me probiotik apo substanca të tjera të cilat duhet t'ua gjurmosh edhe atyre origjinën për të kuptuar se ku janë. Pra,
sa e vështirë bëhet ndonjëherë për ta gjurmuar të gjithë procesin. Faktikisht është një sfidë më vete të bësh gjurmimin e të gjithë elementëve përbërës të një produkti. Duhet të kemi pak qartë që produktet ushqimore, të cilat përfshihen në certifikimin halal, janë të ndara në dy kategori. Kemi produktet e thjeshta dhe gjithashtu edhe produktet e përbëra. Me produktet e thjeshta po themi procesi i inspektimit dhe certifikimit është disi më i lehtë për shkak se ti ketë bësh me një monoprodukt, edhe mund të gjurmosh vetëm atë produkt, ndërkohë që me produktet e përbëra je i kushtëzuar që të ndjekësh, le të themi, në mënyrë të detajuar çdo element përbërës të atij produkti. Për të bërë një verifikim sa më të plot, inspektorët të cilët janë përgjegjës për inspektimin kundrejt certifikimit halal, duhet i referohen standardit halal. Standardi halal ka në përmbajtje të tij anekse specifike, të cilat paraqesin aty edhe lëndët apo elementet përbërës të cilët lejohen për le të themi për një produkt ushqimor për të përfshirë në certifikimin halal. Pra duke i referuar këtyre anekseve, ne thjeshtësojmë punën për të verifikuar nëse një produkt i përbërë ka në përmbajtje të tij element apo element që lejohen apo që nuk lejohen në certifikimin halal. Pra gjithmonë baza është standardi halal. Duke i referuar atij standardi jemi në gjendje që të dalim në një rezultat të qartë, le të themi, në fund të gjithë procesit. Përpara se të hapim dhe pyetje për publikun. Kam dhe një pyetje të fundit për të dy ju. Çfarë ndodh me konsumatorin final në të dyja vendet kur ai dyshon ose dëshmon se ka një problem me një produkt dhe vjen ankohet? Ekziston kjo mundësia? Ka ndodhur? Çfarë si procedohet? Do të kisha pas qef ta plotësoj pak kolegu. Po, me kënaqësi. Domethënë që kjo foli në mënyrë shumë korrekte në aspektin e procedurave. Por do rikthehemi dhe te pyetja e konsumatorit apo jo? Po, patjetër. Mirë, po ajo që qëndron shenjtëria e halal standardit, ajo që halal standardin e bën mbi të gjitha standardet, është zinxhiri. Atë për cilin foli kolegu. Në agjenci mund të vijë një furrë bukësh me një kërkesë për të certifikuar. Më së paku merremi me furrën e bukës. Ne fillimisht kërkojmë domethënë kush është mulliri. Mulliri prej ku e ka bler grunin. Gruni me çfarë mënyrash ujit. Gruri a është domethënë gjenetikisht i modifikuar. A janë përdorur pesticide, herbicide edhe domethënë tjera cilat bien ndesh jo vetëm me parimin e islamit, domethënë me parimin e haramit, prej derri ose prej alkoholi, por nëse domethënë ato pesticide gjatë ujitjes i kanë kaluar ato masat e lojshmërisë, të cilat flasin për sigurinë ushqimore të produktit. Derisa domethënë kërkuesi halal standardit nuk mund ta dëshmojë këtë zinxhir të sjelljes së çdo repromateriali në atë linjën e prodhimit, domethënë nuk te kalon kjo. Për arsye se këtu ka ndoshta edhe kompani të cilat kanë dëshirë që të merren me certifikimin, në fakt certifikojnë. Ekzistojnë dy procedura për të marrë certifikatën halal, domethënë dy faza. Faza e parë është faza e implementimit, të cilët e bojnë konsulentë si Albis Spekta. Dhe faza e dytë është faza e certifikimit, të cilët e bojnë agjencitë të cilët janë të specializuara për të marrë me certifikimin e produkteve. Një kompani fillimisht duhet t'japi një kërkesë, kërkesa jonë pranohet, formohet një komision, shihen cilat produkti certifikohen, kush janë repromaterialet e përdorura brenda atyre produkteve. Formohet një komision inspektorësh që shkohet vizitohet, domethënë fabrika prodhuese. Nëse është e nevojshme inspektorët shohin është e nevojshme mund të marrin edhe mostra për analiza dërgimit. Deri te kjo fazë gjithmonë është mundësia për t'i thënë jo kompanisë. Nëse inspektorët zgjidhin një raport i cili është i dyshim ose i cilët vlerësojnë se mund të diskreditohet halali në fazat e mëtjeshme, domethënë në fakt në këtë moment i thuhet kompanisë se ti nuk i plotson kushtet për të vazhduar me implementimin e halal standardit, ose nëse shifet domethënë vullnet se mund të bëhet, atëherë fillon faza e implementimit të halal standardit dhe ndryshimit të gjitha fazave të prodhimit të cilit ajo i ka bërë deri atëherë. Prandaj pasi domethënë implementohet, fillon faza e certifikimit që gjithmonë mund të ta kthej në fazën 0, nëse diçka vren se nuk është e saktë,
E krejt në fund, domethënë pas janë plotësuar gjithë këto faza, atëherë merret logoja e besueshmërisë, do të kisha thënë, e halal standardit. A çfarë ndodh me klientë të cilët mund mos jenë të kënaqur? Do të tregoj një histori. Kisha certifikuar një fabrikë për punimin të mishit, pa emër, apo? Edhe më paraqitet vonë natën një klient, domethënë një konsumator i asaj ndërmarrje prodhuese, edhe më thot haram të qoftë, ti je kështu, domethënë gjitha të këqijat. Si mund ta certifikosh suxhukun e asaj kompanie kur 1 kilogram suxhuk është 2 euro. Ndërkohë që kilogrami i mishit është 15 euro, se 10 euro, se 15 euro. Domethënë, ajo kompani kishte edhe suxhuk për 15 euro dhe 20 euro për shembull. Mirë po ne kemi certifikuar përbërjen e produktit. Ne nuk kemi të drejtë ti themi kompanisë se si do ta quajë produktin. Në produktin, në suxhukun prej 10 euro për shembull pi 2 eurove, ti ke domethënë aq kualitet sa paguan. Për ne është e rëndësishme ato repromateriale të shfrytzuara në suxhukun prej 2 euro të jenë halal dhe të besueshme. Ama sa janë për shembull sa i pëlqen konsumatorit ajo, se si pëlqen, konsumatorit duhet di, kur do të paguaj, do të ketë kualitet. Kur nuk do të paguaj, do ta marrë aq që ka paguar. Kështu që unë nuk besoj se mund të ketë një klient i cili mund të jetë mos jetë i kënaqur me produktun e cila e ka logon, për arsye se për të arritur ajo logo, domethënë është një armat njerëzish, një armat analizash laboratorike që janë bërë për ajo që ta marrë logon e halalit. Kështu që loga e halalit është më tepër besueshmëri, edhe mu vjen shumë mirë që sipas statistikave të cilat i kemi neve, më shumë ti përdorues ose konsumator të produkteve me halal standard janë jo muslimanët. Për arsye se ato veç janë vetëdijsuar gjatë këtyre periudhave se produktet me logo halal janë me të vërtet produkte shumë të shëndetshme. Faleminderit, Çeka. Okej, për një përmbledhje, logo e cila ne përdorim për certifikimet halal është mbrojtur ligjërisht, që do të thotë që çdo abuzim kundrejt kësaj logo shoqërohet me një penalitet ligjor, se si bëhet kjo formë, se si operon kjo, le të themi, ky sistem në momentin që gjejmë një produkt i cili nuk e meriton këtë logo halal, normalisht janë së pari institucionet të cilat do të bëjnë një monitorim të tregut, së dyti është vetë konsumatori i cili duhet bëjë një raportim në rastet kur ka dyshime apo pakënaqësi kundrejt një produkti të caktuar. Raportimi mund të vijë në formë indirekte te kompania jonë nëpërmjet aktorëve të tjerë në treg, por gjithashtu mund të vijë edhe në formë direkte nëpërmjet kontaktit, nëpërmjet numrave tonë të kontaktit që kemi. Monitorimin e tregut gjithashtu e bën edhe vetë lidhja e hoxhallarëve. Ne kemi patur raste që ka patur operatorë apo subjekte të cilët mund të ketë patur hije dyshimi në formën se si ata operojnë apo se si le të themi prodhojnë produkte të certifikuara halal. Ne detyrohemi që çdo subjekt ta inspektojmë të paktën një herë në vit për të kuptuar formën se si ata zbatojnë edhe ndjekin le të themi procedurat që kanë harduar kundrejt standardit halal, dhe gjithashtu planifikojmë në planin ton të kontrollit edhe vizita shtesë gjatë vitit, të cilat janë të panjoftuara për të bindur edhe më tepër në rastet kur kompanitë le të themi kanë shumë aktivitet apo aktivitet intensiv, për të kuptuar edhe më tepër nëse ato procedura që kanë hartuar qëndrojnë, zbatohen korrektisht apo ka vend le të themi për penalizime të tjera. Kuptova, keni diçka të fundit?